është punëdhënësi më i madh. Sektori privat është kontribuesi më i madh në normën e rritjes ekonomike. Dhe i përmend ato, e përmenda edhe bizneset të reja, start-upat, janë pjesë e programit, edhe pjesa e subvencionimit, edhe të ndërmarrjeve prodhuese, edhe të sektorit inovativ. Sot do të me kuptu që në Kosovë punëdhënësi më i madh thuja se po bëhet sektori inovativ. Dhe ne do të mi pa ku i kemi përparësitë krahasuese. Ulja tatimit paga, edhe për shkallëzimi, deri në 400 euro, zero tatim. Kjo nënkupton që njerëzit, edhe të sektorit privat, edhe të sektorit publik, me pas ma shumë parë në gjepat e tyre. Ju keni parë se zoti Kurti po ju sfidon, po thot ku keni parë ju që të ullet vjelja tatimeve kurse të rriten pagat, pensionet dhe shërbimet e tjera? Më ka pëlqy. Po nuk ja ka qëllu. Ka pëlqy se ka dalë në temën tonë. Nuk ja ka qëllu. I ka dalë në sektor. Jo, nuk ja ka qëllu. Se e para nuk është i fushës. Nuk e një ekonomi. Po presupozohet se ka këshilltarë. Po jo bre nuk e një, e po që në qafë që ata që kanë këshillu. Se gabime kanë këshillu. Në zënësin tuaj, zotin Hekuran Murati. Gabime kanë këshillu. Unë nuk e di kush e ka këshillu, po kush do që ka këshillu gabim. Që unë të regoj, në 2009 e kemi ullë tatimin fitim të korporatave prej 20 në 10. E kemi ullë tatimin të orna individuale, po flasë veç për shkollën e lartë prej 20 në 10. Dhe i kemi bo për shkallëzimin e të vëshës gjatë asoj kohë. Bugjeti është rritë. është rritë se rezultat i rritjes dhe zhvillimit ekonomik. Do thëtë ka ndodhë ulja tatimeve, ka ndodhë rritja bugjetit dhe ka ndodhë rritja pagave. Këto kanë hyrë fuqi, këto që apo i përmendi, në janar të vitit 2009, kom qenë në Ministritë Financave. Dhe rritja pagave në vitin 2011 janë vendimet, janë publike, rritja pagave për arsimtarët ka qenë 50%. Po nuk ka qenë rritja fundit gjatë ati mandati. Edhe në 2014 ka qenë një rritje 25%. Prandaj nuk po flas veç në teori që ka ndodhur edhe vende tjera, po flas edhe praktikisht që i kena bo. Prandaj diçka që kemi bo, sigurisht e bojmë prapë. Ju thoni që është një produkt që e keni testuar. Kemi testuar se ka ndodhur në 2009 ulja e normave tatimore, rritja buxhetit dhe ka ndodhur rritja e pagave edhe ka ndodhë rujtja e stabilitetit makrofiskal. Jenë rritë pagat, jenë rritë pensionet, jenë financu autostrada, rrugë, mira kilometra rrugë, qindra objekte shkollore, e plot investime tjera kapitale, dhe prapë se prapë është rujtë stabiliteti makrofiskal, deficiti tregtar edhe borxhi publik ka qenë në nivele të ulta. Prandaj këto janë të mundshme, janë të bome, po për me orë të personat e moshuar, që ka, gjithë neve na përkrajnë. E mora si shë. Jo, okej, gjithë neve na përkrajnë. Në thonë, fillimisht, për mos me hinë detale me ngel veç të pjesa bizneseve, është krimi i një ambientit favorshëm për të bërit biznes, zhvillimi i ekonomisë, zhvillimi i sektorit privat, ma shumë investime prej sektorit publik. Dhe ti vjen përmes rritjes ekonomike vjen deri te rritja buxhetit. Kur të rritet buxheti, ti atëherë i rrit pagat. Edhe këmë premtu, edhe qëndrojmë brapa, edhe këmë thonë, mujtë e partë mandatit, jo në fund mandatit, se njerëzit kanë nevoj, shika, çdo pagesë që ja u banë çdo kategorie është e mirëseardhur. Po saqerisht këtë kohë të ngritjes së çmimeve, kur është përkeqësu standardi i jetesës njerëzve, se vlera për para nuk është e njëjtë. Diçka çka ke ble në kaluren me 100 euro, ty sot shkojnë 150 euro. Për me thjeshtu këto. Domethënë nuk është vlerë